Vila luksoze, apartamente dhe biznese publikohet katalogu me qindra pronat e sekuestruara në listë kryemadhi, maltezi dhe bosët e drogës. Agjencia e Administrimit Pasurive të Sekuestruara të Konfiskuara AAPSK ka publikuar për herë të parë katalogun e pasurive të sekuestruara, një nismë e rëndësishme që synon të rrisë më tej transparencën dhe efektivitetin e administrimit të këtyre pasurive. Nisma është ndërmarrë në drejtimin e kryeadministratores të AAPSK, Risena Xhaja, e cila ka vënë theksin tek rëndësia e një administrimi më të rregullt dhe më transparent të pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Katalogët e pasurive të konfiskuara dhe të sekuestruara janë një hap konkret në drejtim të forcimit besimit publikut dhe institucioneve në procesin e administrimit të këtyre pasurive. Përmes kësaj nisme ne po sigurojmë që çdo pasuri administruar nga AAPSK të jetë e evidentuar qartë dhe e aksesueshme për publikun, duke garantuar një administrim sa më efikas dhe të drejtë, u shpreh Risena Xhaja. Për herë të parë në historinë e agjencisë, të gjitha pasuritë që ndodheshin në administrimin e saj po regjistrohen dhe po bëhen publike përmes katalogëve zyrtar, duke krijuar një standard të ri transparence dhe llogaridhënie, thuhet në njoftim. Publikimi i këtij katalogu është një hap domethënës edhe për forcimin e transparencës në menaxhimin e pasurive nga ana e agjencisë. Ky proces siguron jo vetëm një administrim më të mirë të këtyre aseteve, por edhe një angazhim më të fortë ndaj standardeve më të larta të menaxhimit publik.